Hoxhë nderuar, këtu në Maqedoninë e Veriut është bërë si traditë që fëmijët që kanë frikë të ecin, i çojmë në xhami dhe i presin frikën. Pra fëmia nuk ecën. Këta tani të mençurit kuptojnë se fëmia ka frikë. Çfarë bëjnë? E çojnë nga xhamia dhe e pret ai gjyshi, i cili me zorr ecën për vete i shkreti është 89 vjeç e gjys, anë praf ja pret frikën. Kjo është besytni. Kjo është besytni, bidat. Besytni dhe nuk lejohet që ta bëjmë një gjë të tillë, se ekziston kjo gjëja. Po si veprohet? Ja lidhin fëmijës komët me penjë, edhe vjen ai xhaxhi me shkop i shkreti, se e kanë kështu, i pari që futet në xhami, ose këtë gjejnë në xhami. Edhe mund gjejnë një aty me karrocë, i shkreti, ka ardhur. Shkon ky tani me karrocë që nuk ecën vetëm i pe frikën fëmijës që të ecë fëmia. Po mirë, nëse nuk ecën, çfarë zgjidhje kanë gjetë? Thotë, nëse nuk ecën, pra e prejnë frikën këto, dhe fëmia prap nuk eci. Thotë, duhet vish javën tjetër në të njëjtën ditë. Ja prejnë prap frikën, nuk eci fëmia. Prap javën tjetër, po normal që kur shkoj fëmia i vjeç e gjys ka vërtet. Zgjidhja, kjo është zgjidhje ekuacioni fuqisë 7. S'ka nuk. Ore që jemi të zgjut, s'na e merr njëri për zgjuarsi, elhamdulillah.